Përpara krijimit të kalendarit gregorian, shumë qytetërime të lashta mbështeteshin në kalendarët hënor për të gjurmuar kohën. Këta kalendar bazoheshin në ciklet të hënës, të cilat mesatarisht janë afërsisht 29.5 ditë. Si rezultat, kalendarët hënor përputhen natyrshëm me një sistem 13 mujor, ku çdo muaj përbëhet nga afërsisht 28 ditë. Koncepti një kalendari 13 mujor mund të gjurmohet në qytetërime të ndryshme historike. Egjiptianët për shembull përdorin një kalendar 13 mujor të njohur si kalendari hënor i Tebës. Në mënyrë të ngjashme, majat zhvilluan një sistem të sofistikuar kalendarik që përfshinte 13 muaj me nga 28 ditë secili, i njohur si kalendari Tzolkin. Këta shembuj tregojnë se struktura 13 mujore ka një precedent historik dhe është e njohur si një mënyrë praktike për të organizuar kohën. Një nga avantazhet kryesore të një kalendari 13 mujor është parafrimi i tij me ciklet hënore. Çdo muaj do të korrespondonte ngushtë me një cikël të plot hënor, duke siguruar një lidhje më harmonike midis kalendarit dhe fenomeneve natyrore qiellore. Kalendari aktual gregorian përfshin llogaritje komplekse për të llogaritur gjatësitë e parregullta të muajve dhe vitet e brisht. Në të kundërt, një kalendar 13 mujor do të thjeshtonte këtë llogaritje. Me çdo muaj që ka një kozgjate të barabartë, bëhet më e lehtë të ndash vitin në segmente të barabartë dhe të planifikosh ngjarje, orare dhe transaksione financiare. Kjo thjeshtësi mund të rrisë efikasitetin dhe të zvogëlojë konfuzionin në aspekte të ndryshme të jetës. Sistemi aktual kalendarik ka rëndësi kulturore dhe historike për shumë shoqëri. Ndryshimi në një kalendar 13 mujor do të prishte këto praktika të vendosura dhe potencialisht do të përballej me rezistencë nga ata që vlerësojnë lidhjet historike dhe kulturore që lidhen me sistemin aktual.